Rikthyer në studio, e përsollëm Maxin, i dhëm gjitha informacionet, i lexuam edhe temat, mesazhet, temën e ditës sotme për mesazhet shumëta. Ju falenderoj publikisht miq dashur që për përkushtimin dhe që bëni interakcion në lidhje me temat të përditshme që i kemi në emisionin tonë të mëngjesit. Ora e saktë shënon tani më të themi 10:35 minuta. Tani drejtoro është koha që ta bëjmë një bisedë me një autor që nuk të vjen ta lexosh shpejt. Të vjen të ndalosh, të qarmatos, të provokon, por edhe të vë përballë pyetjeve që i ke shmangur prej kohësh. Të fton të hysh pak në veten tënde, përmes zërit të tij. Arber Selmani vjen me një moment të bukur të krimtarisë të tij. Në prag të promovimit të librit të ri Testosteron, një libër që shpërfaq vetmin, guximin, trupin, marrëdhëniet, humbjet dhe fundin e botës. Dhe ndoshta edhe fillimet e reja që i presim, pa i kuptuar që i presim. Ne duam ta kuptojmë se çfarë nxit një shkrimtar të prek temat më të vështira, më të zhveshura dhe më të vërteta të brezit ton. Besoj që e kemi edhe në lidhje të drejt për drejt autorin Arber Selmani. Mirëmëngjesi. Faleminderit për këtë tema dhe për fjalët e mira. Mirëmëngjes edhe juve. Mirëmëngjes Arber. Si të kemi një lidhje të drejtë për drejt Arber, mirë po fillimisht pa humbur shumë kohë, unë dua të di si janë mëngjeset e tua. A je një person që i romantizon mëngjeset apo i ke dëshirë mi kalu në gjumë? Jo, nuk mendoj i kam dëshirë të jem vetëm mëngjeseve, po nuk jam shumë person i mëngjesit. Nuk më preferoj mbrëmjen, por ndryshe jam në Prishtinë, është i kohë me mjegull jashtë, jam në zyre, prandaj edhe ambienti është shumë minimalist, domethënë i bardhë, jam në vendin tim të punës, edhe sa me mendu ndë një trapavi pak më letrare, po që ndrejtën pak dhe jam ingarkuar me punë, prandaj në gjeta, të të që kam këtu testosteronin, librin edhe jam shumë i lumtur që po më intervistani edhe faleminderit. Ne do diskutojmë pas pak në lidhje me librin, por gjithmonë në emisionin tonë të mëngjesit, unë falenderoj që je prezent në emisionin tonë. Unë ju kam njohur nëpërmjet një poezie që e keni shkruar që do ta lexojmë pak më vonë. Me sigurisht në fund të emisionit do ta bëjmë edhe mbylljen. Unë ju falenderoj përzemërsisht që kemi një lidhje të drejtë për drejtë, por fillimisht do doja t'ju pyes. Zakonisht në emisionin mëngjesit ne kemi parashtrojmë tema të ndryshme. Po. Dhe tema e ditës së sotme është apo lodhemi duke qenë të fortë? Si shoqëri, përballojmë çdo lloj sfide, po e ngulfasim veten duke e mbajtur në brendësi. A është mirë si shoqëri që një herë për gjithmonë t'i themi gjërat, që të mos e ngulfasim veten? Pyetje shumë interesante. Unë më po duket që do të ishte më mirë të shkojmë gjithë te psikologu, te terapisti, marrim pak ndihmë. Nuk kjo ideja me u bë gjithmonë i fortë, mendoj e konsumon njeriu dhe njeriu nuk është komplet në kontroll të emocioneve të vetë. Se ne mendojmë vazhdimisht që po unë i kontrolloj emocionet, jo, nuk i kontrollon emocionet atë shumë sa mendon. Trupi yt është shpesh më i fortë te vetja, edhe për të qenë temën e pas keni goxhat të rënë për mëngjes. E diskutojmë me qytetarët tanë nga këndvështrime të ndryshme, po. I realizojmë çdo ditë në studio. Jo, mendoj se është mirë të zgjohet në mëngjes me idenë të jesh i fortë, po vazhdimisht gjatë ditës, e sidomos ti e thash në këto anë të botës ku jemi ne, vazhdimisht gjatë ditës ka shumë ngjarje që mund të provojnë edhe të përulin, të poshtrojnë, të dëmtojnë edhe emocionalisht. Prandaj po, unë mendoj që është mirë të jesh i fortë, por jo vazhdimisht me idenë të mos e shfaqësh këtë para njerëzve të tjerë. Sepse që unë kjo Arber jam lodh pak duke qenë i fortë, po marr vazhdimisht ndihmë edhe psikologjike, se mendoj që nuk e kam në kontroll gjithçka vetëm unë. Kjo është një mesazh mjaft i bukur, sepse të gjithë ne edhe në ditët tona më të lumtura kemi diçka që na brengos dhe një barë që mbartim gjithmonë me vete. Arber u bë edhe promovimi në Tiranë, mirë po tash edhe në përgatitjet e fundit për promovimin në Prishtinë të librit tënd të më të ri. Më thuaj si kaloi promovimi në Tiranë dhe ato përgatitjet e fundit që priten të bëhen edhe për promovimin më 5 dhjetor në Prishtinë.
Promovimi në Tiranë ka qenë shumë i këndshëm, me që libri është botim shqiptar, është botu në Tiranë nga shtëpia botuese Albas, dhe ishte goxha knatësi me shku edhe në Tiranë, në panajin të librit atje, para disa javësh, por tash po vi në Prishtinë, në qytetin tim të lindjes, në qytetin ku jetoj, ku I kam miq më shumë se në Tiranë, ku kam njerëz më shumë lexues, po shpresoj, kështu që përgatitjet nuk është që I kam unë promovimet e librave, domethënë diçka e jashtëzakonshme, do t'i kem si zakonisht disa aktorë, sikur në gjithë promovimet e librave të mi, dikush tjetër lexon, jo unë do t'jem normalisht duke bisedu me njerëz, duke në shkruar libra, duke dashur me përcjell sa më mirë mesazhin e librit, por janë 4 aktorë nga Kosova, të cilët do të lexojnë pjesë të librit. Nuk po them poezi të librit, sepse libri ka vetëm një poezi. Ky libër nuk është me poezi, është tentimi im I parë, votimi im I parë në prozë, në tregime. Kështu që aktorë do të lexojnë sotsa, unë do të përkujdesem që t'ju tregoj publikut ku ka ardhur ideja për librin Testosteron. Ngjarja e librit do të jetë, si sa përmendet, me 5 vjetor, është kjo e premte, një ditë kështu me bereqet, dhe po stresoj që njerëz që kanë dëshirë të vinë, mund të vinë në hotelin Grand në Prishtinë, në qendër Prishtinës nuk ka se si t'ju ikë. Në katin e 4 të hotelit Grand, është ngjarje e hapur për të gjithë, do të ketë pak pije, pak shoqërim, pak letërsi, e kështu me radhë. Për të gjithë ne që ndoshta edhe Më provokon pak titulli, Valbona. Pikërisht atë dua të di, çfarë nuk kupton titulli, pse pikërisht testosteron dhe çfarë simboli jep ky titull përtej kuptimit biologjik. Pikërisht për këtë, ha? Së pari, titulli është asocion me mjekësi, asocion me hormon, por brenda librit nuk ka shumë mjekësi, nuk ka shumë hormon, ka goxha shumë njerëz, ka goxha shumë dramë, dhe ka goxha shumë pasoja të shkaktuara apo situata të shkaktuara nga hormoni I testosteronit. Janë 8 tregime dhe janë midis tregimeve janë disa copza, që unë I quaj copza, apo reflektime të shkurtra mbi jetën dhe ngjarje të ndryshme të mia, të njerëzve të tjerë, inspirime të ndryshme që kanë të bëjnë edhe me shoqërinë shqiptare, me realitetin shqiptar. Është një libër autofiction, apo mund të them ka pjesë autobiografike, atësa ka edhe pjesë të trilluara. Është një libër ku është vetëm një poezi e imja dhe janë 2 poezi të 2 shkrimtarëve të mëdhenj shqiptar. Është një poezi e Ali Kodrimjes dhe një poezi e Fatos Arapit, por të cilat unë I kam përpunu pak, janë poezit përpunuara në frymën e hormonit testosteron. Për shembull, unë biri Sigur këta autor e kanë të theksuar testosteronin më shumë, ha? Nuk e di, për Ali Kodrimjen gjithmonë më ka pëlqyer agresiviteti I poezisë së tij, Fatos Arapi është pak më I behart, kështu është pak më relaksues në poezi. Ndërsa pjesa tjetër e librit është një fillim edhe një fund I librit normalisht. Fundi I librit është edhe fundi I botës, edhe fundi shkatërimi I botës, në këtë rast edhe shkatërimi I dashurisë së madhe që unë e quaj. Po përndryshe testosteron ka qenë titull pune, fillimisht ka qenë titulli, domethënë që është menduar për fillimet të jetë si I tillë, përfundimtar, po njerëzve duket si ju ka pëlqyer, disa njerëzve, miqve, shoqërisë, familjes edhe në fund tash mirë. Atë po e la me këtë titull. Edhe më pëlqen fakti që njerëzve ju ka pëlqyer titulli, edhe nuk kam dashur ta ndryshoj në fakt. Është shumë provokues, është shumë provokues edhe është ndoshta ndonjëherë titulli bën një thirrje shumë kurioztare për lexuesit. Është një provokim shumë I madh ndonjëherë titulli I cili I provokon njerëzit për të lexuar, për të parë, por të paktën ti ke referenca prej testosteronit në këndvështrimet e tua, në ngjarjet e tua sa e kuptova autoreferenciale që I ke patur, por edhe ndodhit që të miqve që. Domethënë shumica e ngjarjeve janë ngjarje
nuk janë science fiction, nuk janë imagjinare, por janë ngjarje reale. Një pjesë e librit mund të them ndoshta dikun 70-80% e librit është e vërtet, është ngjarje e vërteta që ka ndodhur mua, apo që ju ka ndodhur njerëzve që unë një dhe për cilëve ka marrë leje ose si kam fitu me emër, ndërsa pjesa tjetër janë normalisht neve shkrimtarëve, na duhet gjithmonë që të trillojmë edhe që t'i përdorim disa nuanca, disa zhvillime, disa lëvizje të cilat e bëjnë pak më interesante prozën tonë, penën tonë, ndërsa për titullin testosteron e para shumë njerëz po e kanë probleme e shqiptu si fjalë, nuk e di pse ndoshta se përdorim shumë, është edhe vërtet, nuk e kemi fjalë të përdorshme në përditshmërinë tonë. Ne e ngatrojmë testosteronin me tostin, sepse tostat i kemi të përditshme. Kështu që duhet të avancojmë pak më shumë për të na qenë fjalë në fjalorin tonë të përditshëm. Arbër, kur jemi tek ky hormon, unë po du pak a shumë me potencu edhe një pjesë e shkrimit tënd që ke thënë edhe gratë kanë faj. Në ç'kuptim kuptim e ke përdorur këtë frazë? Në librin testosteron ka pak më shumë burra se sa gra, por duke mos dashur që njerëzit të mendojnë se unë po i kryqëzoj vetëm burrat, në fakt e kam shkruar në atë sinopsisin e shkurtër e kam shkruar që në fakt edhe gratë kanë faj, sepse normalisht që në këtë botë edhe gratë kanë faj, dhe në tregimet e mia kanë goxha shumë faj edhe gratë, edhe gjinia femërore. Kështu që në libër gratë shumë shpesh janë në fakt shpëtimtare të ngjarjeve, por kur isha në panairin e librit në Tiranë, një pjesë e grave dhe hezitonin me marrë librin, sepse sikur kishin përshtypje që libri është një urrëtie ndaj burrave, edhe kjo s'është e vërtetë. Shkrimtarët zakonisht nuk urrejnë, më shumë urrejnë personazhet brenda librit. Kështu që personazhet brenda librit i kanë pak më burrat i kanë pak më të egër, por e rëndësishme është që testosteroni të mbërri ta përçej së paku mesazhin që unë dua ta përçej. Ky libër dëshiron t'i bëjë njerëzit më të mirë. Pikërisht kur jemi tek personazhi. Kjo është qëllimi edhe kryesor, të çohemi çdo mëngjes të dëgjume dhe të provojmë të jemi njerëz të mirë. E tash ato dramat që na dalin për gjatë rrugës janë të pashmangshme, por të cilat kanë zgjidhje, edhe mendoj që shpresoj njerëzit ta lexojnë librin me një lup, me një optik më të largët, po them, më të gjallë se sa ta lexojnë në mënyrë më infantile në fakt. Unë kërkoj ndjes sepse nuk e kam lexuar dhe nuk kam shumë informacione rreth librit, por shpresoj që së shpejti do ta kemi edhe në duart tona. Por më thuaj, a kritikon shoqërinë si fenomen? Po patjetër që unë i kam ato inatet e mia, i kam ato, domethënë, mërzitë e mia, i kam ato pengesat prej shoqërisë. Se cila shoqëri, nuk mos themi vetë shoqëria shqiptare tash se jetojmë në një botë në përgjithësi ku fjala e lirë po shkon duke u shtyp, të qenit vetja shkon duke u gjyku vazhdimisht edhe duke u vënë peshore. Kështu që patjetër se edhe brenda librit gjithmonë është një luftë e imja me botën, edhe me ato që mua më privohen, por e mira e letërsisë dhe çdo lloj forme të artit është që sa më shumë që ka shtypje, aq më e mirë është ajo vepër e artit, aq më shumë artist dalin prej atij vendi. Ne jemi vetë dëshmitar që në regjime të tmerrshme kemi kriju, kemi bë art, kulturë, libra, gazeta, kemi mësuar në shtëpi, shkolla, kështu që edhe unë normalisht mendoj që shtypem në disa forma, por asnjëherë nuk lejoj që mos ta nxjerr këtë shtypje përmes librave të mi. Kam edhe një pyetje, kërkoj ndjes. Kam edhe një pyetje. A triumfojnë personazhet në tregimet tua? Aleksi në Berlin, Fatosi në Tiranë, po. Nuk e kam, domethënë vetëm thjesht në përgjithësi. Përderisa ngjarjet që kanë ndodhur janë autoreferenciale. A u ke dhënë ndonjë fund të lumtur ose zgjidhje të një problemit të cilën mund të diskutohet? Prap flasim për një informacion që nuk e kam të mbështetur dhe të lexuar, por si informacion, a jep një shpresë si autor ti? Vazhdimisht jap shpresë.
ndoshta nuk e jap shpresën aq të lullëzuar sa do të prisnin njerëzit, domethënë nuk është aq e kuruar shpresa dhe nuk është aq pozitive, sepse edhe unë si Arber nuk e shoh shpresën si diçka që duhet ta kesh patjetër në jetë dhe vazhdimisht, nuk është një shtysë e madhe shpresa, të mban vazhdimisht, por ndonjëherë është shpresë edhe pak domethënë ka edhe ngjyra më të errta si shpresë. Kështu që mendoj që edhe është një ngjyrë përhimt, pak po i them kështu si e kaft në librin tim. Edhe Kopertina është në fakt pak si e përhimt, por shpresa ekziston vazhdimisht edhe në librin tim dhe mendoj që fakti pse jetojmë marrim frymë është që kemi shpresë dhe kemi shpresë të bëhet mirë në vendet ku jetojmë. Nuk unë vazhdimisht i domethënë i rrotulloj pak personazhet e mia, i dërgoj drejt Humnerës, po ato shpesh më befasojnë edhe mua se shpesh nuk shkojnë në Humnerë, domethënë momentin e fundit do ta shpëtojnë. E për këtë është mirë që njerëzit ta lexojnë librin dhe të kuptojnë. Nëse shkrimi do të shëron të Arber, në cilën plagë jotja më e madhe që ke tentuar ta mbyllësh me këtë libër, domethënë cilën plagë më shumë ke dasht me shëru në këtë rast? Nuk e di nëse kam dashur me shëru diçka me këtë libër, e di që libri është shkruar në periudhën e vështirë të jetës time, kam kaluar në disa ngjarje gjatë shkrimit të librit. Madje kam kaluar edhe në një ndarje nga partneri im, kështu që nuk mendoj se më ka shëru, më ka ndihmu besoj në proces, por nuk e shoh shërimin si qëllimin e fundit të këtij libri. Libri, ndoshta po të më pyesni për librin e kaluar, mendoj që kur e kam shkruar 48 piano, që është libër me poezi, ka dhe poezi të ndryshme, një prej tyre është për shembull poezia Kur vdiq baba, në të cilën kam prej shumë emocione, por te testosteroni jo, te testosteroni më shumë kam dashur me lujt me personazhe, jo shumë me shpëtu ose me shëru vetëm. Ja vlen të potencohet që me të vërtet je një ndër autorët më me ndikim të brezit ton dhe pikërisht me poezien dhe me librin tënd të parafundit, të përmbledhura me poezi, ke marrë edhe shumë çmime, ke marrë edhe shumë lavdrata dhe unë mendoj që ke qenë edhe si të them, ajo poezia e shpirtit për shumë persona të cilët e kanë gjetë vetën dhe janë mbështetë në humbjen që shumë nga ne e ndajmë të njëjtën. Drejtori deshti që edhe ta lexonte sot në studio. Unë doja në fund të emisionit për ta mbyllur emisionin me ato poezi. Mirë, po më thuaj. Tani do të kalojmë edhe pak pyetje me që jemi në ka zhvilluar krimtaria jote që nga libri i parafundit. Si e shijove edhe atë suksesin e librit të parafundit? Po, libri 48 piano është botuar në 2022-ën, domethënë kanë kaluar 3 vite. Gjatë këtyre 3 viteve unë nuk kam qenë shumë aktiv në shkrim, kam qenë shumë aktiv në ngjarje kulturore, kam qenë shumë aktiv në lexim, unë lexoj vazhdimisht, në studim, në ulëmtim, po jo fort në prodhimtari deri para një viti e gjysmë, kur edhe më erdhi ideja për librin Testosteron. Kisha nevojë të merrja pak pushim prej librit 48 piano, sepse ka qenë libër i fuqishëm që i ka përmbledh dikun 15 vite të jetës time, që nuk kupton disa versione të mia, nëse njeriu duket çdo 6-7 vite veç din me ndryshuar dhe din me rizbulu vetën. Kështu që jo, nuk kam qenë shumë aktiv, por kam kriju normalisht, jo atë sa do doja unë. Të dëgjoj testosteronin e kam shkruar shpejt me një val emocionesh, me një val të punës, ka ardhur një mund e fuqishme që e kam shfrytzuar dhe nuk e di, po pras ta shijoj tash testosteronin i cili du ta zbuloj ndoshta edhe për emisionin e ju që po përkthehet tani më në 2 gjuhë, për gjuhën shqipe po përkthehet në gjuhën angleze, edhe nga shqipja po përkthehet në serbokroatisht. Dhe jam mjaft i lumtur
që ky libër do të jetë së shpejti, gjatë vitit të ardhshëm, se nuk po ngutem edhe në duart e një lexuesi që nuk është patjetër shqiptar. Kjo është një lajm shumë i mirë dhe faleminderit shumë që ndave dhe ekskluzivitetin bashkë me ne. Potencove faktin që ke pushuar 3 vite për ta shkruar edhe librin tjetër, mirë po testosteroni ka ardhur me një shpejtësi pak më të madhe, ndoshta inspirimi ka qenë më i vrullshëm ka qenë. Çfarë erdhi pas testosteronit? Qetësia, boshllëku apo frymëzimi i ri? Kam shkruar tregime të reja pasi e kam përfunduar testosteronin. Domethënë kjo testosteroni është përfunduar para 2 muajsh, para 1 muaj ka dalë, është redaktu, ka dalë në Tiranë, në Kosovë ende s'ka ardhur. Në fakt dje i ka marrë kopjet e para të librit, ndërsa të premten është promovimi. I kam shkruar një 3 tregime nëse s'gaboj, po si drafte të para që janë besoj jo fort mira, po që duhet t'ju kthejem prap. Poezi shkruaj vazhdimisht, nuk ndalej asnjëherë, kam shkruar 4-5 poezi, domethënë kam shkruar, nuk jam ndalë edhe pas testosteronit, nuk e ndjej një boshllëk, ma shumë e ndjej një dëshirë të rrugtoj me testosteronin, ta shoh se çka po ndodh, dua ta dërgoj në festivale, në panajire, dua të përkthehet, sepse është libër që kur e kam shkruar në mendje edhe për lexuesin anglez, edhe për lexuesin ndërkombëtar. Bile redaktorja më ka thënë sa disa fjali ke goxha të përkthyera në shqip prej anglishtës. Thash po, sepse librin e kam shkruar me idenë që do të botohet në gjuhën angleze dhe jam i lumtur që do të botohet në gjuhën angleze. Kështu që jo, po dua ta shijoj, jam pak në streset të promovimit të premten, po besoj pas promovimit do ta kem një pushim, disa ditor, duhet të shkoj diku edhe të pushoj. Edhe më pas do të shkruaj, do të vazhdoj edhe po lexoj vazhdimisht, kështu që jam në lidhje vazhdimisht me letërsinë. Shumë mirë. Unë do doja një do më thuash, do jesh i sinqert. Impresionet e para të librit pasi e kanë lexuar miqtë e tu ose ndonjë kritik që i beson. Si janë? Shkurt. Në familjen time e ka lexuar mami, që është edhe lexuesja e parë e librit tim. Ajo tha libri është shumë i mirë, tha po fjalët janë të tepërta. Tha i ke përdorur disa fjalë, disa shprehje tha që janë pak agresive. Mund ta merrni me mend për çka ka pas fjalën, po besoj që letërsia lejon ndonjëherë edhe pak janë momentet e shfrymjes. Pornografi, po them ndoshta pak brutalizëm, jam shprehje pak më brutale, se do qoftë miqt që e kanë lexuar të pakt, ata 3-4 miqt që e kanë lexuar librin pa dalë në botim, ju ka pëlqyer që jam sipas tyre jam shumë ndryshe prej librave të kaluar. Nuk jam shumë emocional, sa jam i drejt për drejt. I drejt për drejt, pikërisht. Dhe mendoj se kjo drejt për drejtësia, drejt për drejtshmëria erotike, po ashtu e librit, ju ka lënë përshtypje njerëzve, sepse libri mes tjerash mund të cilësohet edhe si një libër që ka erotizëm. Asnjëherë banal, asnjëherë të tepruar, por ka erotizëm që ne e kemi secili në jetën tonë. Arbër, unë të falenderoj shumë për lidhjen të drejt për drejt, të dëshiroj jetë të gjatë, krijimtari pafund dhe u lexoftë libri gjithandej. Ishte shumë kënaqësi e veçantë Arbër të kemi në studio dhe shumë suksese me 5 dhjetor në promovimin e librit tënd më të ri. Dhe unë jam shumë e sigurt që do të kemi në studio për të biseduar edhe për shumë gjëra të bukura të cilat ti do t'i krijosh. Unë du t'ju falenderoj së pari juve dyve për një intervistë shumë të këndshme. Nuk është e lehtë të jesh moderator edhe njohës i artit edhe kulturës në njëjtën kohë, kështu që ju falenderoj dyve edhe për oratorinë, edhe për kujdesin ndaj librit. Edhe falenderoj edhe stafin tuaj atje. Faleminderit shumë. Po ja bëj Sarandës, po e përshëndes shumë sepse është një prej mikeve të mia më të mira dhe ka qenë me mua prej ditës së parë dhe vazhdon të jetë aty. Edhe njerëz të tillë na duhen gjithë në jetë. Të na motivojnë, të na çojnë përpara, të na ngrisin sa më lehtë. Faleminderit shumë. Ne ritakohemi, shpresoj për gjëra shumë më të bukura. Besoj dhe shpresoj. Tjera të më të bukura. Sigurisht, momente të tjera të shumë edhe juve. Faleminderit.